Miqë mi kesha, mirë se ritakohemi bashkë të Olti Curi TV në YouTube. Do ndalojmë në pak gjëra fare nga Bigu i Shqipërisë, sepse Bigu i Kosovës i mbylli kapakët dhe vetëm qofse na sjell në një lajm Andi Vrapi, sepse është takuar dhe ka postuar foto me fituesin me londrimin. Qofse ka ndonjë sekret atje, mund ta marrim vesh nga Andi, kështu që do sulemi tek adresa e tij, por më parë duhet të vi nga Kosova që të mbledhë sa më shumë informacion. Tjetra është një dasëm që të gjithë thanë nuk është dasëm e vërtet. Ne e dinim sepse dasma e vërtet nuk bëhet pa familjar. Po flas për Gimbo dhe Selinën. Hello! Po mirë me të gjitha, mirë me produksionin, mirë me banorët. Por Ogerti, me sponsorat çfarë ka? Pse dëmtoi një produkt të tyre tek dasma e çiftit pak ditë më parë? Do të flasim dhe për eliminimin e soçëm. Më vjen keq shumë nëse Arditi. Mirë, ndjekim siglën. Mirë, të dashur miq e mikesha. Mirë se rikthej në një tjetër takim në ditarin tim online në YouTube. Jemi online tek Olti Curi TV. Faleminderit shumë të gjithë atyre të cilët vazhdojnë dhe vinë dhe bëhen miq atje. Ngjarjet e fundit që kanë ndodhur cilat janë, gjithmonë kanë folur paralel për Bigun e Shqipërisë dhe të Kosovës, por nga e Kosovës duket se nuk ka mbetur asgjë. U fol për një miqësi të prishur midis Londrimit dhe Klodit, por më shumë do na tregoj Andi Vrapi që ka shkuar atje dhe kishte takuar Londrimin, ka postuar në një foto nëse është vërtet një gjë e tillë apo jo. Ka ndodhur disa thyrje të mëdha, por deri tani duket se më e vërtetuara është ajo midis Leonora Jakupit dhe Olta Gixharit, që duket se kanë ngritur një mur Berlini midis dy koltukëve të opinionistëve dhe nuk komunikojnë fare me njëra tjetrën. Por le t'i kthehemi te nxjerrës që vlon tani dhe është Bigu i Shqipërisë. Janë në nominim shumë persona, po duket se mes të rrezikuarve është Joela dhe Arditi. Por mes emrave të nominuarve aty të kësaj jave, të ditës së sotme, duket se Joela e ka ndezur fort motorin, e ndeze motorin nga frika e nominimit dhe duhet thënë se ishte një zhurmë e madhe, një lloj Sarogerti gjatë gjithë ceremonisë së përgatitjes dhe ceremonisë së dasmës të çiftit Gimbo dhe Selina. Me sa duket ajo ka kuptuar që gjithë kjo zhurmë e madhe ose do e nxjerrë jashtë fishek ose do bëjë që të forcohet si personazh dhe ta kalojë këtë nominim. Po nëse ajo mendon dhe shpreson dhe e kalon vërtet këtë nominim, kush është i rrezikuari? Atëherë do të kemi të rrezikuar një djalë i cili ka dhënë një shembull pozitiv të sjelljes aty brenda. Nuk është se ka bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme në lojë, por tek e fundit ka hyrë me vonesë dhe ashtu siç duhet dhe ashtu siç dihet. Gjithmonë persona të cilët hyjnë më vonë në lojën e Big Brother VIP Albania apo dhe kudo që ndodh në botë, është shumë e vështirë të kapësh ritmin. Po flas për Arditin, i cili ka qenë një person shumë korrekt. Ka patur një sjellje të jashtëzakonshme të gjithë aty brenda dhe kam fjalën më të mirë për sjelljen e tij. Në fillim fare, ishte Miri i cili tentoi ta fuste në skuadrën e tij duke vetë shpallur si ushtarin e tij. Por kaluan vetëm pak kohë dhe Arditi tregoi se nuk ishte nga kahu i Mirit. Kjo bëri që Miri të nervozohet dhe të ketë një sherr të madh për këtë. Por Arditi vazhdoi në rrugën e tij pa u ndalur. Në qoftë se shqiptarët do të donin një shembull të mirë të një djali korrekt, atëherë me siguri do ta mbanin brenda Arditin në nominimin e natës së sotme. Por në qoftë se shqiptarët do duan njerëz të cilët kanë filluar lojën me shumë egërsi, siç është Rogerti dhe Joela që është në nominim, që është violinë e dytë e Rogertit apo le të themi ndihmësja e tij, apo nëse do ishin çift le të themi shoqëruesja e tij në krim, atëherë njerëzit me siguri, nëse do donin lojën agresive, jam i bindur se do votonin Joela. Kështu që jemi midis dy komuniteteve. Nëse në thonjza e mira do luftoj të keqen apo jo, sepse duhet thënë që loja e Joelës i kishte një teprit e jashtëzakonshme. Edhe pse dasma, pavarësisht se njerëzit më shkruan në inbox, "Hey Olti, dasma midis Gimbos dhe Selinës është një dasëm falso. Ku është neja?" Po sigurisht është falso. Derisa ndodh në televizion dhe ka ndodhur në shumë edicione të Big Brotherit, është falso se mungon nëna, mungon babai, mungon familjarët. Dasma në televizion është dasëm televizive dhe nuk është e vërtet. Kështu që çifti nuk mund t'i thuash po mashtroni për një gjë që dihet që është një lojë. Kështu që pavarësisht kësaj ishte një ceremoni. Vajzat që e shikojnë nga ekrani emocionohen, adoleshente ose dhe më të rritura, ose cila do prej tyre që ka ëndër fustanin e bardhë.
dhe sjellja dhe agresiviteti i Juelës ndaj Nuses, jo pse është Selina, po cila do qoftë ajo, ishte i tepërt. Prandaj po them që në qoftë se sot shpëton Juela, atëherë i bie që duhet parë me kujdes, sepse publiku pëlqen lojën agresive. Ju mendoni se agresiviteti i falet vetëm Rogertit, vetëm meshkujve? Jo. Në qoftë se ajo shpëton sot Juela, atëherë i bie që agresiviteti i falet edhe femrave, dhe në rastin konkret Juela e ka përcen këtë nominim. Sepse unë mendoj edhe përsëris edhe një herë tjetër që midis të dyve, midis një grupi personash që janë nominim, janë dy më të rrezikuar dhe midis të dyve është Arditi dhe Juela, të cilët e shikoj që janë nga më pak protagonist. Ndoshta do thoni ju, po dhe Tankola është në rrezik, por megjithatë duhet thënë se tani po vazhdon ende të ketë të mira nga çiftëzimi dhe nga afrimiteti që i dha Luizi. Dhe thënë Luizi e mbështeti aq shumë Tankolën, sa që për inerci vazhdon dhe ne jemi të bindur që Tankola është një personazh i fortë. Ai po bën rezistencë aty brenda, por nuk po bën asnjë lloj loje, asnjë lloj debati, asnjë lloj argumenti. Sidoqoftë, duhet thënë se ai po vazhdon të mbijetojë. Por një ndihmë të madhe, unë personalisht mendoj se Tankolës ja ka dhënë ato ditë pikërisht kur Luiz Edhi u rikthye në lojë dhe i qëndroi shumë pranë Tankolës. Vazhdojnë disa momente humori, disa momente batutash, mandej unë do thoja që duhen më shumë Tankola të sillte humor, batuta dhe ngjarje të tilla. Kur them humor, batuta, jo gazra, se kemi parë gjithë atë memen që është bërë publike, gjatë kohës që debatonte me Shndritin, por siç ishte dikur me ato batutat e tij. Sidoqoftë e ka shumë të vështirë ai të pozicionohet, sepse shumë pak hapësirë japin dhe Rogerti dhe Miri, kështu që pa ata të dy, tani nuk e pranon dikush tjetër. Kështu që ka jetën shumë të vështirë për të rikthyer tek dasma. Okej, komentet kur doli Rogerti ishin të gjitha që u dole, 90% ishin okej, dole, ri, shumë bukur që dole, vetë zgjodhe, e kishte tepruar me agresivitetin tënd, ri aty, por ai u rikthye. Ky rikthim u mor si një dobësi, u mor si një ligjvënie e Rogertit para rregullave të Big Brotherit. S'ka ndodhur asnjëherë që dikush të ketë dalë nga dera e kuqet, ketë ardhur në studio, të ketë mbajtur ligjërat dhe të jetë rikthyer brenda në shtëpi. Kjo tregon se rregullat janë prishur një herë për gjithmonë, ose ne nuk e kemi kuptuar këto rregulla, që duhet një respekt maksimal ndaj lojës, ndaj produksionit, ndaj vëllait të madh. Ndoshta jemi ne gabim, por jo, nuk besoj për këtë. Unë besoj që zhurma agresive e Rogertit, ndoshta produksionit i duket pozitive dhe thot, ta lëm këtu se kemi zhurmën e sigurt, për sa kohë të na krijohet një zhurmë tjetër ose një konkurrencë tjetër, pra një situatë që do luftoj situatën e Rogertit. Pra me pak fjalë Rogertit i kemi nevojën. Okej, te i kalon të sharjet e gjëra tilla si këto, por këto janë përgjegjësish që i mban përsipër vetë produksioni. Por ajo që çuditi është se është një respekt shumë i madh. Banorëve jepet të lexohen falenderimet për sponsorët e gjithçka tjetër, por çfarë ndodhi? Në një moment nervozizmi, ai prishi zbukurimet e dasmës, që me siguri një kompani është marrë dhe është investuar për t'i bërë ato, dhe ajo që ishte më e çuditshmja, ai rrëzoi tortën e dasmës. Nuk e di nëse do ketë një dënim serioz për Rogertin pikërisht për këto veprime, por duhet thënë se këto sponsora që ndikuan pra pikërisht për ta zbukuruar dasmën, për ta ëmbëlsuar atë, nuk kanë mbetur hiç të kënaqur nga kjo sjellje e një banori të Big Brother VIP Albania 5.